Sot të ftuar kam drejtorin e organizatës turistike të Ulqinit, Qazim Hoxhić. Faleminderit që jeni sot me mua në studion e emisionit Mëngjesit. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Jemi me datën 20 gusht, po shkon edhe ka kaluar gjysma e muajit gusht. Si mund ta vlerësoni deri tani këtë sezon turistik? Po, në qoftë se fillojmë nga pritshmëritë, do të thotë normalisht që të themi ndoshta ishin pak më të mëdha se ato çfarë pritëm ne, por duke marrë parasysh në pjesën e majit dhe pjesën e parë të qershorit, ku patëm të themi kështu një vrull turistash të konsiderueshëm, na japi një shpresë që do të vazhdojnë në atë nivel. Megjithatë, në pjesën e dytë e qershorit dhe pjesën e parë të korrikut, ne kemi patur të themi kështu një ramje, përveç asaj pjesës 5 ditëshin e exitit që ishte, që kishte një interval më të madh të turistave në qytet, por sidoqoftë pjesa dytë e korrikut dhe pjesa e parë apo deri me tani, mund të themi se është e pëlqyeshme dhe normalisht e gjithë kjo do të mvaret në 10 ditëshin e ardhshëm dhe do të mvaret ka pjesa shtatorit që domosdo kohët e fundit është shumë i rëndësishëm për të kompletuar sezonin turistik. Është kjo ajo që ndoshta prisnet? Pritshmëritë ishin të themi kështu pak më të mëdha, duke marrë parasysh disa gjëra. Qose shkojmë të pjesa e hapjeve të 22 linjeve të reja që bëri do të thotë Vizeri në Maltezi, ne jemi munduar që në të gjitha ato linja, jo konkretisht në të gjithat, por mund të themi që në gjysmën apo më tepër se gjysmën e atyre destinacioneve, në mënyrën digjitale ne jemi promovuar. Kemi bërë spotet në gjuhën e tyre, nëse marrim, do të thotë Polonin, në 4 linjat që ishin në 4 linjat që janë në lidhje me Podgoricën dhe me Tivatin, ne bëjmë promovimin në gjuhën polake, po ashtu në Gjermani në 4 destinacione kemi bërë po ashtu promovimin digital në gjuhën gjermane, kemi bërë në Austri dhe kemi bërë në pjesën e Hungarisë dhe Rumunisë në gjuhët e tyre promovimet të cilat digitale, të cilat normalisht në kohën e sotme të themi kështu janë të rëndësishme. Në tregoni, kemi një shifër ndoshta që numëron këtë numrin e vizitorëve deri me tani në Ulqin? Po. Tani mu më duhet të ceki shifrat të cilat janë të regjistruara në sistemin ton. Do të thotë, në sistemin ton janë të regjistruara në akomodimin privat. Dhe më thënë, ato janë të evidentuar 104.253 turistë, të cilët kanë realizuar gjithsej 590.625 fjetje, ku në qoftë se marrim krahasimin në vitin e kaluar, paraqitet një rritje prej 7%, sa i përket numrit të turistëve, kurse numri i net qëndrimeve është për 8%. Flasim në pjesën totale të turistëve të lajmëruar në qytetin ton, në akomodimin privat pa hotele. Duke marrë parasysh se në fund të shtatorit, ne do të marrim poshtë dhe me Monstatin së bashku, do të marrim të gjithë të dhënat edhe nga hotelet, edhe nga të gjithë të themi kështu pushuesit që janë të regjistruar në qytetin ton. Nga ku i kemi pasur më shumë të turistë? Ka ndryshuar ndoshta pak edhe struktura turizma apo mbesim tek e njëjta? Po mbesim paka shumë tek e njëjta. Do të thotë dominuese mbetet po ashtu mbetet rajoni, ku në rajon mund të themi se Kosova, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina marrin pjesën më të rëndësishme, po ashtu edhe Maqedonia e Veriut, kurse pas tregut rajonal, në turistët më të përfaqësuar që kanë qenë janë që kemi edhe rritje të themi në 2% nga turistët nga Gjermania, kemi rritje po ashtu nga turistët nga Polonia, Zvicra, Çekia, Hungaria dhe Romania. Do të thotë, këta janë disa, normalisht nuk janë të cekur pasi që statistikën përfundimtare, si që thash, do të kemi në fund të shtatorit, ku do t'i përmbledhim të gjithë, por janë edhe një risi që turistët po ashtu nga Skandinavia këtë vit ishin të themi kështu të themi prezent në qytetin tonë. Cilat do të ishin disa nga aktivitetet që janë organizuar gjatë këtij sezonit veror? Po gjatë këtij sezonit veror, nëse fillojmë sepse
të jemi të sinqertë, sa i përket kësaj pjesës që e përmendëm me mënyrën apo promovimin digital, promovimin me kanale të ndryshme televizive dhe grupet studiuse të influencerëve, apo grupet studiuse të agjensive, apo shtëpijat botuese, të cilat ishin portalet e ndryshme, paka shumë ato ishin më të angazhuar në para sezon, dhe ato ishin disa nga aktivitetet që ishin të rëndësishme për ne, dhe normalisht kemi të themi disa gjëra të reja të vogla, apo mund të themi kështu, që kemi organizuar këtë vit fritur e kemi quajtur, një aktivitet i cili filloi që nga qershori, fillimi i qershorit, datët e para të qershorit, dhe do të vazhdoj deri me 15 shtator, ku kemi angazhuar të gjithë, kemi hapur konkursin për të gjithë ciceronët apo të themi guidistët e qytetit ton, dhe ato përveç se janë lejmëruar, kemi japur mundësin që të gjithë turistëve të kenë guidën falas. Do të thotë, ne si organizatë turistike, ne kemi bërë dhe kemi finansuar këto ciceron në qytetin tonë, dhe ato jo për çdo ditë, por të hënën, të mërkuren, të ejnëten dhe të shtunën, ato kanë mundësi të gjithë turistët, ku i kemi lajmëruar të gjithë edhe hoteleve dhe akomodimit privat, të bashkangjiten të gjithë në punktin e organizatës turistike në pjesën e plazhit të vogël, dhe ato tura atyre mund të zgjas 2 deri në 3 orë ku do të vizitojnë kalan, dhe ajo ka treguar një, të jemi sinqertë, kështu një aktivitet shumë pozitiv, ku shumë turistë, shumë të huaj, do të thotë kanë mësuar pakës më tepër për kulturën dhe për bukuritë tona që i kemi në Kala. Kjo ishte një iniciativë vitin e parë në gjuhën angleze, ku do të vazhdojmë edhe në gjuhët të tjera vitin e ardhshëm, edhe normalisht do të shkojmë edhe në pjesë të tjera, siç është Kriporja, siç është edhe vendet të tjera rurale, të cilat mund të kemi të t'i përdorim si të themi si bukuri, apo si një aktivitetet të ndryshme jashtë qytetit. Po organizimet kulturore? Organizimet kulturore, do të thotë kemi filluar që nga maj, do të thotë me pjesën e shënimit të 21 majit me koncertin e Mirza Selimović, pastaj kemi vazhduar jo me pranverën në Anë të Malit, jo Oldtimer Festi, pastaj kemi patur edhe normalisht një organizim të quajtur Rexit, i cili japi një kontribut ndoshta mjaft të madh në qytetin ton, edhe kemi patur pastaj kemi përkrahur mjaft aktivitete të cilët janë organizuar në qytetin ton, si festivali i të rinjve në Adën e Punës, si festivalin si skenën verore, e tjerë. Do të thotë, ka patur aktivitete dhe mendoj se janë të rëndësishme. Panajirin e librit, që harrova po ashtu ta ceki, ditën e bostanit apo shalqinit, dhe normalisht janë aktivitete të rëndësishme, sepse ai turisti i cili vjen në qytetin ton, normalisht se ndoshta nuk vjen paraprakisht për atë aktivitet, por sa ai kur gjendet në qytetin ton, normalisht se këtu duhet të falenderuar po ashtu edhe të gjithë afaristët, që çdo njëri nga to ka organizuar aktivitete të ndryshme, që ka tërhequr apo ka përmbushur pushimet e të gjithë turistit në qytetin ton. Sa këto organizime ndikojnë që edhe vetë turisti të mësojë më shumë për Ulqinen? Normalisht që është shumë e rëndësishme, sepse nëse marrim një aktivitet apo një manifestim, festival, të quajtur Exit, i cili është një risi, po ashtu për qytetin ton, por edhe për destinacionin e Malit të Zi. Duhet patur parasysh se gjatë atij aktiviteti, më se 500 shkresa janë nisur, do të thotë portale e kanë paraqitur gjatë atyre jave që ishte në qytet. Duhet marrë parasysh se me shumë miliona klikime dhe me shumë miliona sharing, apo ta quajmë kështu, ato kanë promovuar festivalin, por njëkohësisht kanë promovuar Ulqinin, sepse në Ulqin është mbajtur ajo. Dhe normalisht, kur ta marrim parasysh të gjithë përfundimtaren që të themi mora shembull festivalin Exit, në përfundim një videoklip që ata do ta përmbyllin me të gjithë ato ditë që është përmbajtur në Ulqin,
ajo do të arri, mund të themi, në të gjithë skajt e botës ai video material, dhe ai normalisht se do të ceket se ishte në Ulqin dhe në Maltezi. Dhe normalisht që kjo i ndihmon destinacionit, ndoshta jo për momentin ku atë ditë, ta quajmë kështu ndoshta më realisht, ku ato ditë gjatë të exitit thuhet se kanë qenë nga organizatorët, kemi informatin që kanë qenë diku rreth 35.000 deri në 50.000, por realisht ndoshta 35 deri në 40.000 turistë apo vizitues të atij festivalit. Dhe normalisht ato në qoftë se shikojmë në mënyrën se çfarë ne kemi fituar si organizatë turistike, se sa ato turistë janë lajmëruar në atë kohë, ne kemi patur rritje, kemi patur diku rritje rreth 20%, por normalisht se në atë periudhë në pjesën e korrikut, sikur të ishin të gjitha ato të lajmëruar, normalisht se do të kishin benefite më të mëdha. Por në atë rast duhet marrë parasysh që jo një market, jo një restorant, jo një plazh, jo një etj, ato turistë ato dikun kanë fjetur dhe dikun kanë shpenzuar ato të holla, por si prapavi e kësaj që për ne si organizatë është më rëndësishme është pjesa promovuese. Do të thotë, unë mendoj se përveç që thash që 500 portale apo revista kanë shkruar për atë. Unë jam i sigur dhe jam i sigur që shumë bloger kanë qenë shumë të rinj, të cilët një video i ndryshëm është bërë viral në të gjithë dhe normalisht që ajo ka një efekt. Po ashtu, mora si shembull këtë exitin, si ndoshta një manifestim apo festival më i madh, po ashtu duke marrë parasysh edhe manifestime të tjera, të cilat duhet apo do të organizohen në të ardhmen apo që janë organizuar deri tani. Cilat ndoshta prej këtyre aktiviteteve na presin në të ardhmen e afërt për shtatorë flas? T'ju them të drejtën, normalisht që pjesa e ditës së bamjeve, mendoj se ka marrë një karakter shumë të rëndësishëm sa i përket traditës së Ulqinit, apo të themi kështu një manifestim ku shumë të huaj vinë dhe e vizitojnë atë, sepse ka dhe gara të ndryshme në mënyrë që vinë edhe nga Bosnia të përgatitur, vinë edhe nga Serbia, nga Kosova, nga Bangladeshin, nga Evropa etj. Mendoj se ajo jep një karakter shumë interesant, duke marrë edhe parasysh se bamja është regjistruar si një bimë internacionale e qytetit tonë. Dhe kjo ka rëndësi të posaçme dhe është organizuar vite me radhë. Ne nuk jemi organizator, por ne përkrahim, do të thotë, atë manifestim dhe organizatori kryesor është Pallata Venecia, po ashtu mbas asaj është edhe Mundiali i Miqësisë, është përfundimi i skenës verore me datën 27 gusht dhe Mundiali i Miqësisë në tetor dhe në shtator, po ashtu kemi në fund të shtatorit apo në fillim të tetorit kemi edhe sportin e vjeshtës ku japim një rëndësi të gjithë, të themi kështu, aktiviteteve vendore tona. Pastaj duhet cekur që ndoshta për herë të parë organizata turistike 10% e të ardhurave të taksës së banimit kanë ndarë për aktivitetet kulturore dhe në qoftë e keni parë, ka pasur disa projekte të ndryshme që kanë konkuruar dhe shumica atyre janë edhe në fazën e përfundimit të tyre, siç ishte në Kala, në qoftë keni patur mundësi të shihni në hyrje në portën e parë dhe në portën e dytë, në orët të veçanta, mund të shihni veshje tradicionale të Ulqinit, në hyrje të Kalas dhe po ashtu në pjesën tjetër, po ashtu një projekt i ndryshëm ku do të përfundohet një guid turistike e përgatitur nga një projekt të cilët e kanë propozuar dhe kanë fituar, mos gabofsha, shoqata e Grave, në qoftë se nuk gaboj. Po ashtu në pjesën e Kryepores, tek Muzeu i Kryepores do të bëhet një aktivitet po ashtu i ndryshëm për atë. Kemi Birds Salt People, po ashtu një manifestim që ne si organizatë turistike e përkrahim. Dhe tjere. Kështu që do thotë, këto janë po ashtu në vitin e ardhshëm, çfarë është shumë me rëndësi se të gjitha këto aktivitete ndoshta që i kemi përmendur apo që i kemi cekur deri me tani, mos të përmendej që kemi vërë edhe një city light të ri në plazhin e vogël ku të gjithë turistat mund të marrin gjitha informacionet duke marrë parasysh prej kartave të qytetit, prej informata për të gjithë aktivitetet e qytetit, për të gjithë broshurat e qytetit që kemi ID se apo Did You Know që bën pjesë rreth 54 të vërteta të cilat janë të Ulqinit që ndoshta asun nuk i kam ditur për kulturën tonë dhe për historinë tonë.
është pjesa tjetër e katalogut, që kemi katalogun e të gjithë akomodimeve privat dhe akomodimin e hoteleve, duke marrë parasysh, si që përmenda, kartat e ndryshme të gjithë qytetit dhe të gjithë pjesëve të qytetit, po ashtu edhe kartat për hiking që kemi për pjesën e Gjeranëve, po të themi të pjesa e Albatrosit, po ashtu edhe Valdanosit. Është hapur edhe shtegu i ri në Lipoj, dhe të gjitha këto turistët, aktivitetet, do të thot ujore, aktivitetet në qytet, për të gjithë pushuesit që dojnë një pushim aktiv, po ashtu është broshura e posaçme, që të gjithë mund t'i marrin ato informacione në një vend të qërë kështu. Pastaj kemi planifikuar dhe kemi kryer dhe katalogun e të gjithë plazheve, do shta për herë të parë, po ashtu edhe kampeve që kemi në qytetin tonë, dhe normalisht të gjitha këto hynë në disa përmbushje, dhe kjo është në punktet informative, përveç se turistat lajmërohen, apo të gjithë qiradhënësit vind t'i lajmërojnë turistat e tyre, shumë më tepër kohë të fundit janë duke shërbyer edhe si punkte informative, ku ka mjaft turistë që interesohen për aktivitetet të ndryshme dhe ne japim informacionet e duhura. Shkojmë edhe njërë të numri i turistëve, sa jeni optimist për muajin shtator? Për muajin shtator, vjet ishte mjaft i vizituar dhe mjaft i interesant, dhe ajo është pikrisht një përmbushje shumë serioze sa i përket në numrit të përgjithshëm të turistëve, duke marrë parasysh kohën, është pjesa kryesore, ku në shtator në qose na e mban të themi kështu koha mirë, unë jam i sigurt se edhe do të ketë vizitor, pasi që vite me radhë, shtatori është duke qenë më i mirë dhe më i mirë. Na tregoni pak cilat mangësi ndoshta i ka Ulqini që do duheshim të ndryshojmë që sezoni apo sezonet e ardhshme të jetë mire me mirë? Ajo është pak e vështirë që të themi kështu se ballafaqohemi me problemin të themi kështu të infrastrukturës, ku një turist gjatë sezonit turistik, apo të themi në këtë pjesën e dendur të turistave, pjesën e gushtit, kolonat ndoshta t'i quajmë në plazhin e madh, ku një turist duhet të presë. Normalisht se janë edhe është ndihmes që janë 2 linje ku mund të kalojnë, por në përgjithësi do të marrë parasysh në një qytet ku jetojnë 15 deri 20.000 banor, kur arrihet në një moment 5 fishi i atyre banorëve, normalisht që edhe shkakton. Atëherë të ceki ndonjë problematik tani diçka të re e cila ka ndodhur në qytetin tonë, mendoj se nuk ka patur, përveç se disa problematika të vogla jo vetëm në qytetin tonë, por në të gjithë Bregdetin ishte edhe furnizimi i ujit ka qenë, por mendoj se sa i përket neve si organizatë turistike, po ashtu edhe vitin e kaluar, ne kemi patur një takim, jo një, por 3 takime shumë të rëndësishme, ku për përpilimin e planit ton, kemi thirrur apo kemi ftuar të gjithë hotelierët, posaçërisht hotelierët me akomodimin privat, posaçërisht pronarët e plazheve, posaçërisht pronarët e restoranteve, dhe mendoj se në bazë të asaj do të vazhdojmë atë praktikë dhe po ashtu planin që ta bëjmë në atë mënyrë ashtu siç e mendojmë të gjithë së bashku. Sepse ndoshta është më e vështirë që problematikat t'i kontrollosh edhe në teren, por edhe nga zyra, se sa dikush që është ballafaquar direkt me ato. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë në emisionin e mëngjesit. Faleminderit që ishi transparent për gjithë ata që po na ndjekin të orë të para të mëngjesit. Faleminderit edhe juve.